Vini re, Mbretëria e Bashkuar apo Anglia së fundmi po refuzon shumë viza turistike. Filtrat që po ndiqen për aprovimin e vizave janë shumë të detajuar. Pikat kryesore që analizohen dhe rezultojnë në refuzim janë: 1. Pika më e rëndësishme është gjendja financiare. Nga analiza financiare e të ardhurat e pagës rezulton jo në balancën e duhur të logjikës financiare për të udhëtuar si turist. 2. Lidhje jo të fortë me Shqipërinë për të pasur arsye për të kthyer sërish në Shqipëri. 3. Garantor jo i besueshëm në Angli, pa të ardhura të mifatueshme ose me rekorde në Angli. 4. Historik jo i mirë i udhëtimeve jashtë Shqipërisë. 5. Deport nga Anglia. 6. Rekorde kriminale në Shqipëri. Për më shumë info mund të kontaktoni në numrin e telefonit 067 73 46 6511 ose në WhatsApp ose të vini pranë zyrës tonë. Zyra jone e avokatisë ju ofron të gjithë procedurën e ndjekjes së procesit për aplikim të vizës turistike dhe ankimin në rast refuzimi.